Kryesisht do t'ju tregoj tani, kam gati 3 vjet që e kam bler dhe unë e kam bler 10.000 lekë të gjithë, domethënë se e kam faqet nëpër reklama të ndryshme që e kam parë dhe sponsora që i bëjnë shumë review, por është gënjim total. Unë vetëm një herë e kam përdorur dhe supozoj se është në një krerje, tharje, drejtim. Nuk e vlen. Jo që ka atë zhurmën aty në fund është komplet acaruese. Unë sot e kam nxjerr vetëm sepse doja të bëja diçka dhe doja ta përdorja për një maskë që do bëja për flokun dhe nuk të doja t'i jepja as me tharse edhe as me pjastër, duke qenë se kjo ndihmon në mosdjegjen e flokut. Gjithsesi për mua, për ju që e keni, ju pres në komente dhe ju që doni ta blini, që kështu mos e blini, po adhuroj unë fal, as nuk e vlen. Unë dua të provoj një kryer tjetër që është bërë shumë viral tani dhe do t'ua lë këtu me foto. Kush e ka në bizneset, sigurisht mund na i dërgojnë kundrejt një reklame. Dhe sigurisht që mbështesim të gjitha bizneset e vogla, por ky është një zhgënjim total. Për ato që duan ta blejnë, mos e blini.